Përshëndetje të dashur shikues të televizioni Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio sekretarin e infrastrukturës dhe energjisë për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate, zotin Rako Paja. Zoti Paja, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën, zonjë gazetare. Sot një ditë e veçantë për qytetarët shqiptar. Të dashur shqiptar. Sot gjej rastin të falenderoj nga zemra të gjithë ju që jeni jashtë vendit, por veçanërisht dhe ju që jeni brenda saj. Shqipëria natyrore po bëhet me djem të rinj dhe qeveri të re, me mbështetjen e forcës më të madhe të Amerikës, po jo vetëm. Tu kemi dhe profesorin, iniciatorin që Shqipërinë do e çojë në maja. Shqipërinë ta çosh në maja, të dashur qytetar, duhen persona të kualifikuar, të shkolluar dhe me eksperjenca. Unë sot gjej rastin të prezantoj në krahun tim të djathtë është zoti Astrid Losha. Do jetë zvenc ministri i infrastrukturës dhe qytetar, ku ndërtoj të gjitha rrugët e Shqipërisë. Do ndërtoj të gjitha rrugët e Shqipërisë, si në qytete, fshatra dhe kudo. Në shërbim të qytetarëve shqiptar, do jemi së bashku. Suksese i nderuar. Faleminderit, faleminderit. Përshëndetje zëvendës sekretar dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Do të flasim për asfalt raber, punësim dhe standardet europiane në Shqipëri. Po. Prezantimi juaj i teknologjisë asfalt raber ka pas një sukses të madh, e interesim shumë i madh, kemi pas telefonata dhe pse mendoni që kjo temë po tërheq kaq shumë vëmendje? Kjo temë besoj që po tërheq shumë vëmendje nga qytetarët, sepse qytetarët shohin çdo ditë problemet me rrugët dhe ata i hasin vetë çdo ditë këtë problem. Kur flitet për një teknologji të re që përdoret në vendet e zhvilluara, qytetarët tregojnë një interes më të lartë. Dhe njerëzit e kuptojnë që kjo është zgjidhja reale për vendin e tyre. Prandaj reagimet dhe shikimet dhe shikueshmëritë janë shumë të larta dhe besoj kanë arritur deri në 10.000 shikime për 4-5 ditë besoj. Ky interes tregon se shqiptarët duan zgjidhje konkrete për vendin e tyre. Dhe mendoj që ka ardhur koha që të realizojmë zgjidhje konkrete për vendin tonë. Zoti zëvendës sekretar, sa vende pune do të krijohen në një projekt të tillë? Në rast se ne mund të zhvillojmë këtë projekt në Shqipëri, mund të arrijmë deri në 30.000 vende pune vetëm në fushën e infrastrukturës. Vende pune të reja, ku do të kemi një punësim të lartë të rinisë shqiptare dhe të gjithë profesionistëve të këtij sektori. Kjo përfshin punëtor asfaltimi, operator makinerish, teknik dhe inxhinier, specialist kontrolli cilësie, staf logjistik dhe transporti. Dhe ky punësim do të ndikojë drejt për drejt në ekonominë lokale dhe do të krijojë mundësi reale që të rinjt dhe profesionistët shqiptar të punësohen në vendin e tyre. Sa do të paguhen këta punëtor sipas planit tuaj dhe si do të garantohet mirëqenia e tyre? Ne do të propozojmë standarde europiane të punësimit. Në rastin e punëtorëve teknik, rrogat minimale neto pas taksimit do të jenë nga 1.800 deri në 2.000 euro në muaj. Kjo është e përkthyer në ditë pune që minimumi i ditës punës duhet të jetë 100 euro neto, 500 euro në javë. Pagesat do bëhen sipas standardit amerikan, një herë në 2 javë, 2 herë në muaj. Dhe çdo i punësuar si punëtor i thjesht, rrogën minimale do ta ketë 500 euro java, që i bie edhe 2.000 euro muaj neto. Ndërsa specialist dhe operator makinerish do të varjojë nga 2.500 deri në 3.000 euro neto në muaj.
inxhinier dhe menaxher kantierësh do të variojnë rrogat nga 3.500 deri në 4.500 euro në muaj neto. Këto do jenë rroga me standarde të larta europiane dhe shqiptarët do të kenë një interesim të madh për të punësuar në vendin e tyre dhe nuk kanë më interes që të emigrojnë në vendet europiane për të njëjtat rroga. Një shqetësim i madh për qytetarët është siguria në punë. Si do të sigurohen punëtorët gjatë projekteve Asfalt Raber? Po, përveç pagës, çdo punëtor do të ketë sigurim shëndetësor të përfshirë, të plotë, trajtime spitalore, kontrolle periodike spitalore të shëndetit, sigurim i pensionit sipas standardeve europiane. Sigurim për aksidentet në punë, duke garantuar mbrojtje të plotë në kantier. Këto masa sigurojnë që çdo projekt të jetë investim në rrugë dhe jetë të qytetarëve. Një shqetësim i madh për qytetarët është siguria në punë. Si do të sigurohen punëtorët gjatë projekteve Asfalt Raber? Siguria në punë është një prioritet. Çdo punëtor do të ketë kontratë të rregullt pune. Trajnime profesionale për sigurinë në punë. Pajisje sigurie të standardeve më të larta europiane. Kontrolle të vazhdueshme nga inspektor teknik. Kjo siguron që asnjë punëtor të mos rrezikohet dhe projekti të kryhet pa incidente. Zoti Zvend Sekretar, çfarë garancie u jepni shqiptarëve që projektet nuk do të dështojnë si të tjerat në të kaluarën? Garancia kryesore është transparenca dhe standardet ndërkombëtare. Kontroll teknik i pavarur nga ekspert ndërkombëtar. Kontrata me kompani serioze dhe certifikata. Standardet të detyrueshme për cilësinë e rrugëve. Përgjegjësi ligjore për çdo kompani që nuk respekton standardet, bllokim llogarish bankare dhe asetësh dhe paguajnë gjobë 2 fish të dëmit qofse nuk zbaton kontratën. Kontrata do të jetë me efekt ekzekutiv dhe do të merren masa imediate pas një vonesë në rast shkelje kontrate, pa nevojën e një vendimi gjyqësor që të zjas me vite. Në këtë mënyrë, çdo rrugë e ndërtuar në këtë vend do të ketë një gjatësi dhe cilësi reale. Zoti Zvend Sekretar, çfarë do të thotë kjo për qytetarët dhe ekonominë shqiptare? Atëherë, kjo do të krijojë një industri moderne infrastrukturore, duke sjellë më shumë vende pune, standarde europiane për punë dhe jetesë, rritje dhe investime dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Është një mundësi reale për Shqipërinë që të përparojë me projekte konkrete dhe teknologji moderne. Cili është mesazhi juaj për qytetarët e rinj shqiptar? Mesazhi im është i qartë. Shqipëria ka një potencial të madh. Me projekte serioze, standarde europiane dhe transparencë. Vendi mund të krijojë një të ardhme më të fortë dhe më të sigurt për të gjithë. Unë jam i gatshëm të kontribuoj me përvojën dhe projektet e mia për këtë zhvillim. Zoti Zvend Sekretar, falenderoj për intervistën e sotme. Në Shqipëri quhen ministra, zëvendësministra. Ndërsa në Amerikë quhen sekretar dhe zëvendës sekretar. Faleminderit dhe shpresoj që të shihemi në vazhdim me projekte të reja.
Patjetër. Falenderoj. Faleminderit. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.